E nisin udhëtimin që në agim. Një baba, djali i tij i vogël dhe një gomar. Djali ecsi në këmbë ndërsa babai i kishte hipur mbi gomar. Kur kaluan nëpër një fshat aty afër, u dëgjuan përshpërime. Sa egoist, thanë fshatarët. Një burr i fortë hipur ndërsa fëmia ecën në këmbë. Duke ndjer faj, babai zbriti dhe la djalin të hipte në vend të tij. Por shpejt u pan nga një grup tjetër që qeshin me ta. Ç'djal pa respekt. Ai mi gomar, babai në këmbë, qa turpi. Atëherë të dy hypën mbi gomar, por edhe kjo nuk i shpëtoi komenteve. E shkreta kafsh, dy veta një herësh, çfarë mizurie. Duke mos ditur ç'të bënin, me gjitha këto zëra, të dy zbritën dhe ecën pranë gomarit. Por as kjo nuk u pëlqeu të tjerëve. Budallëj, kanë gomar dhe ecin në këmbë. Kur mritën qytetin tjetër, ishin të raskapitur, jo nga rruga, por nga përpjekja për të kënaqur të gjithë. Kjo është jeta. Çfarë do që të bësh, dikush do të ketë gjithmonë për të thënë. Nëse jeton sipas pritshmërive të tjerëve, do përfundosh bosh, i hutuar dhe i humbur. Bota ka pafund mendime, por vetëm një rrugë është vërtet e jotja. Ec në të me guxim, jo për të kënaqur turmin, por për të qëndruar besnik ndaj vetes.